Prej më shumë se 5 vitesh, një dosje penale që ka në qendër një krim të dokumentuar kundër pronës publike ndodhet në sirtarët e prokurorisë së Sarandës, duke u zvarritur me indiferencë totale nga organet hetimore. Rasti është i qartë, faktet janë në dosje, por drejtësia mungon. Prokuroria Valbona Maja, e cila ka në ngarkim këtë dosje prej 2 vitesh, është bërë objekt kritikash të forta për zvarritje, mungesë hetimesh dhe, siç dyshohet nga burime brenda sistemit të drejtësisë, mbulim të qëllimshëm të një krimi ekonomik. Faktet, një pronë, 2 studime urbanistike, një falsifikim i pastër dhe një akuzë që mungon. Në këtë çështje flitet për një parcel publike me rëndësi strategjike në vijën bregdetare të Sarandës. 2 shtetas, Sevoj Qurku dhe Sali Çapari, janë përfshirë në një proces gjyqësor pas vendimit të qeverisë për shpronësim dhe vendimit të IKMT për prishjen e ndërtimeve të tyre. Në këtë proces gjyqësor ata kanë paraqitur një studim urbanistik me përmasat 44 metër linear, 21.5 metër linear dhe 5.5 metër linear, dokument që është konfirmuar edhe nga Bashkia Sarandë si vetmi plan i ligshëm dhe i regjistrimit zyrtar. Por më pas, pasi rezultoi se prona ishte zhvilluar dhe zë nga palë të treta, Qurku dhe Çapari ka paraqitur një tjetër plan urbanistik me të njëjtin numër protokolli dhe datë, por me përmasa krejtësisht të ndryshme, 35.5 metër linear, 19 metër linear dhe 38.5 metër linear. Ky plan i dytë është i falsifikuar dhe synon të legjitimojë zaptimin e një zone tjetër, ndryshe nga ajo për cilën ata kishin fituar të drejton. Me pak fjalë, kemi të bëjmë me një mashtrim të organizuar ku përmes ndryshimit të dhënave teknike në dokumente urbanistike është bërë përpjekje për të grabitur një tjetër pjesë të tokës publike. Bashkia konfirmon origjinalin, prokuroria ignoron falsifikimin. Në proces gjyqësor, vetë Bashkia ka konfirmuar zyrtarisht lefshmërinë e planit të parë urbanistik, duke e bërë kështu edhe më të dukshme për prokurorinë që çdo dokument tjetër është produkt falsifikimi. Megjithatë, pavarësisht kësaj, prokuroria Maja nuk ka regjistruar asnjë procedim penal ndaj personave të përfshirë dhe nuk ka bërë asnjë veprim hetimor konkret. Dosja, siç thon burimet nga brenda institucionit, ka ngelur në sirtar. Zvarritja e kësaj dosje është e qëllimshme dhe është haptas mbulimi i krimit. Neglizhenca në këtë rast nuk mund justifikohet si pa aftësi. Jemi përballë një çështje me dokumentacion të qartë, provë të falsifikimit dhe pasojë direkte. Përvetësimi i një prone publike. Në këtë rast, neni 248 i Kodit Penal, shpërdorimi i detyrës, mund të zbatohet edhe për vetë funksionarët e drejtësisë, që me dashje apo përmes mos veprimit të lejojnë që krimi të mos ndëshkohet. Mëtej, nëse vërtetohet se prokuroria është në dieni të falsifikimit dhe ka refuzuar të veprojë, mund kemi element të korrupsionit pasiv apo të mbështetjes së krimit ekonomik nëpërmjet pushtetit publik, një vepër që mund të hetohet edhe nga SPAK, grabiten tokat publike përmes dyerve të drejtësisë. Ky rast është një ndër shumë të tjerë në Shqipëri, ku prona publike grabitet me letra të falsifikuara përmes bashkëpunimit të segmenteve të errët në institucione publike, bashki, aluizni, kadastra apo prokurori. Në rastin konkret, dokumentet false janë përdorur në një proces regjistrimi në ASHK, një rrezik i madh për sistemin e drejtësisë që mund të degradojë në kapjen e gjykatave nga falsifikatorët. Kjo ngrej një pyetje themelore: a janë institucionet e drejtësisë në shërbim të shtetit dhe qytetarëve, apo të atyre që dinë si t'i manipulojnë? A do të ndërhyjë më në fund SPAK? SPAK ka në kompetencë hetimin e korrupsionit të zyrtarëve të drejtësisë, përfshirë edhe prokurorët e prokurorive të rrethave. Ky rast i zvarritur prej 5 vitesh meriton të merret në shqyrtim menjëherë. Faktet janë aty, dosja është aty, heshtja është kriminale. Sot më shumë se kurrë nevojitet një ndërhyrje SPAK për të tetuar arsyet e mosveprimit të prokurores Valbona Maja dhe për të garantuar dëshkimin e autorëve të kësaj grabitjeje të pronës publike.